do të flas për një sen, për një gjë e cila shumë pak për njerëzve mujnë me rujt vetveten e tyre nga ky gabim. Dhe është një gabim shumë i madh, për të cilën Allahu Dhul Gjelal thënë Kur'an, mos i xhelozoni të tjerët për atë që Allahu Dhul Gjelal ja ka dhuru. Dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam thot: la tahasadu, mos e xhelozoni njëri tjetrin. Kjo xhelozia vend qëndrimin, vend ndodhin e ka në zemër. Dhe zemrat janë në 3 grupe. Grupi i parë i zemrave është zemër e shëndosh, qalbun selim, zemër e shëndosh, e pastër. Dhe grupi i dytë është një zemër e smut. Dhe grupin e tretë e kanë bërë zemrën e vdekur. Allahu Dhul Gjelal edhe kështu e ka emru, sepse njerëzit mund me qenë edhe prej zemrës, zemra e tij është e vdekur. Allahun se adhuron, Zotin e mohon, gjithatë qijat i vepron, zemra e tij e gjallë nuk mund me jetu, s'un vazhdon. Dhe unë jem duke folur për këtë zemrën në mes, që është zemër e smut. Zemra e smut në vetveten e saj e përmban edhe këtë fenomen që quhet hased ose xhelozi. Që kjo e cila gjunahin e parë në qiell të cilën e ka bë Iblisi, Allah e pas mallku, i cili bani xhelozi ndaj Ademit alayhis salam, e mashtroi Ademin alayhis salam me hëngërat pemë, me dal prej xhenetit, krejt xhelozia edhe haseti. Gjunahi i parë i cili është bën tokë pra prej hasetit dhe xhelozisë. Kabili dhe Habili, 2 djemtë Ademit alayhis salatu vesselam, të cilët xhelozun njëri për tjetrin për gruan e tij, dhe Allahu Dhul Gjelal e caktoi pastaj me vrarë njëri tjetrin, vllau, shkak xhelozia. Për këtë shkak, për këtë fenomen, Allahu Dhul Gjelal e sprovoi Jusufin alayhis salam, që vëllezërit e tij me largu prej babes vet, prej shtëpisë tyre, prej ngrohtësisë familjare, madje me marrë dhe me gjumë me një bunar ose me një post të thellë, nga jabetil gjub, ka thënë Allahu Dhul Gjelal, me një vend që është shumë i thellë. Një për vëllezër po thotë e mbysëm, tjetri thotë e gjujmë, njëri thotë pelajna që tu në bunar ose e merr dikush ka të kalon se s'pe mysëm krejt. Xhelozia, inati, ajo e cila ty ta shkatron trupin, shpirtin, pse Allahu Dhul Gjelal diku i ka dhuru. Wallahi, ai i cili xhelozon, edhe ai i cili ja mendon tjetrit mia hiek Allahu Dhul Gjelal të mia që ja ka dhuru, vesh një fitim e ki. Krej se vapet e tua, Allah i komi t'i shkatru dhe komi t'i djeg. Xhelozia t'i djeg se vapet. E dyta, ta mshel dherë në Allahu Dhul Gjelal, Zotës që ty bereqet. Se ti pja mendon dikujna që ati me i kalu ato që Zotë ja ka dhuru. Allahu Dhul Gjelal i ka dhuru, mos më xhelozon mu, mos e xhelozet tjetrin, Allahu i ka dhuru. Qof shkollë, qof pozit, qof pasuri, qof atë, qof këtë ato sane që Allah i Dhul Gjelal i ka dhuru. Pse ti me xhelozu? Pse më ja mendu ata për më ja largu? Njerëzit kanë shkuar në xhenem për shkak xhelozisë. Pejgamberi alayhi salatu vesselam atë shumë e ka xhelozu Ebu Xehli. Edhe atë shumë ja ka pas inati për një arsye. Edhe Ebu Xehli, edhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, të dytë e kanë kërkuar për gru Hatixhe. Dhe Hatixhe e ka zgjedh Rasulullahin ton alayhi salatu vesselam. Dhe prej që ato e ka pas xhelozi, të në kohën e ka xhelozu Ebu Xehli, as e ka besu Zotin, as pejgamberin, as Kur'anin, dhe në xhenem ka shku. Kjo xhelozia, kur njerëzit i mundon, sa për njerëzit folin njëri për tjetrin për shkak xhelozisë. Kjo zemër e smut. Edhe nëse agjeron, edhe nëse falet, edhe nëse në xhami shkon, edhe në çabe nëse shkon, nëse e ki këtë smundje në zemër, shumë bodihava e kjo të punë. A smundje ran. Pejgamberi po na urdhnon mos xhelozo, se veten e shkatron. Trupin tënë kime dëmtu, mendjen tëne, mirë po edhe atjetën kime dëmtu. Sepse Allah i Dhul Gjelal ka zbrit sure komplet Kur'an e ka zbrit për xhelozin. Që thot Allah i Dhul Gjelal, wa min sharri hasidin idha hasad. Dhe na ruaj Allah Dhul Gjelal pe atyne njerëzve që xhelozojnë dhe hasetit tyne. Se xhelozon të merr në qafë. Ta hub edhe ty të mirat, ti hub të mirat që Allah i Dhul Gjelal t'i ka dhuru. Dhe kjo smundje shumë aktive tek ne. Se cili për neve shobi diket që të fol njëri për tjetrin. Ky kështu e ky bani kështu e ky ka arrit kështu. Xhelozi e ran. Qysh mi shpëtu kësaj? Atëherë duhet mi shpëtu kësaj duke lutur Allahin Dhul Gjelal për mbrojtje. E dyta, mos më ekspozu shumë. Mos më ekspozu e vlatë tu. Mos ekspozo sa ke
arrit, sa ke fitu, çka ke shkollu, mos paralajmëro çka kime përfitu dhe çka kime marr, sepse nëse dikur ko me xhelozu, ko me pengu, nuk kime mujt me arrit në vend. Edhe kime thënë unë jam çaj i cili ku mujt me bë këtë punë dhe ku mujt me bë kët, dikush që ma kanë ndërprej. Po, o shumë e vërtet, ju kanë ndodhur të tjerë më herët. Dhe nuk është mirë me bë ekspozita këto gjëra. Amo ti që kia zemër të smut, kujdes të ty Zotit Gjeleshanu, të ty Allahu Gjele Gjelaluhu, sepse dikon e shkatron, dikon e merr në qafë, dikon e lëndon, edhe e lën mrapa me shku, për shkak xhelozisë tane, zemrës tane të smut, edhe temës edhe tane edhe tjetrit. Dhe këto gjëra pejgamberi ka urrejt shumë. Dhe sahabët e pejgamberit shumë i kanë urrejt. Për ata Allahu Dhul Gjelal në Kur'an neve na ka zbrit suret Kur'an, ajet Kur'anit surën Kehf, në mesin e Kur'anit. Thot Allahu Dhul Gjelal, "Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah." Nëse hin me një xhenet, me një të mirat që Allah Dhul Gjelal t'i ka dhuru, ka qyt xhenet, qof kopsht, qof familje mirë, qof shtëpi, qof evlad mi pa dikuj, qof diçka që ka përparu, thuj ma sha Allah la quwwata illa billah. Ta që Allah Dhul Gjelal ka udhuru, s'ka fuqi përpas Allahit dhe s'ka kush që morit me mohu vetë Zotit Dhul Gjelal që ka falë këtë punë. Nëse thu këtë ajet Kur'anit, thu masha Allah la quwwata illa billah, as nuk e xhelozon, as nuk e mësëshon, edhe Allah ty të qënë të mira për shkak që ja ke kujtu dikujt mira. Nga njerë ka dikush për njerëzve, prej qefit madhi ka zon planet e veta, ka zon që ka punu, që ka mësu, çka është të vepru, ku është duke arrit, duke shku, nuk e di që aje të e xhelozu. Nuk e di që zemra ati jo të vlu mrena edhe pe lut një farforme Allah e mi alargu ato të këshia, ato të mira pe njeri u të keq. Kështu që kujdes me këto gjana, kujdes kur ti shohë me dikujt diçka të mirë, në i tesh trup, në i vetur, në i shpit mirë, në i vlat, thuj masha Allah, o thuj se vallahi Zoti këmi t'i shtu të mirat e tua. Thuj se Zoti këmi t'i shtu të mirat e tua. Dhe po e përfundoj për shkak motit shumë ftoft me hadith pejgamberit e sam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk ka besu, nuk ka besimtar. Jo që je pa iman, po si e besimtari kompletu, thot pejgamberi sa. Nëse nuk e don për veten për tjetrin ato që do për veti, po nuk je besimtar i madh. Si e besimtari kompletuar, ti je gjysmak, ti je me zemër të smut, ti nuk e ke kuptuar fen mirë. Duje vllat tën ato që do për veti. Në kohën e Imam Ebu Hanifës ka qenë një tregtar që shitke diçka prej mendafshit, prej rroba, edhe një këshit tjetër shitke dhaj në dyqanin e tij. Allahu Dhul Gjelal i kishte bereqet shumë. Ky bënte pazar më shumë, shinte më shumë. Ai tjetër shumë pak. E mbyllke herët e mbyllke dyqanin e tij, veç me shitje dhaj tjetrit. Ne kemi të kundërtën. Ne themi mos hinte ai sa ai ka dallaver, ai ka fallc, ai nuk e ka mirë, veç të mira janë të mira. E këtu nuk je besimtari sinqert. Nuk jemi për këtë arsye ne kemi probleme substanciale. Kemi probleme me zemrën, me imanin, me mendjen, me logjikën tonë. Pavarësisht a shkojmë xhamia, shkojmë a falim, a xherojmë. Kurani se kemi kuptuar ç'është duhet. E as hadithet e Resulullah se kemi praktiku, e as fjalët e ulemave dietave nuk kemi duke i ndëgju. Ka me vepru mirë. Ka me ditë me vepru ti, edhe unë. Kështu që të kemi kujdes, xhamat, vllazën, rinia, shumica rini këtë xhami. Ti tutum Allahu Dhul Gjelal, të falendrojmë Zotin për të mira që na ka dhuru. Ti thojmë dikujt që ja shohën të mira, mashallah la quwwata illa billah, që Zoti i ka quajtur rrezik. Nëse dojna me shpëtu ne, familja jon, edhe shoqëria në përgjithësi, e lutë Allahun xhaleshanu që jemi të bukur këtë vend, o Allah xherë me na të bukur. O Zot falaj gjunahet tona, përmirësonaj zemrat tona, forcona imanin ton. O Zoti më ndaj mëso që ty me ta dhuru ashtu që ty të dal. Ya Rabbi, më na i dhon xhenetin ashtu që na ke premtuar. Na jem të kënaqur me ty për Allah, o Zot jesh i kënaqur me ibadetet tona. E kulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.